Kuna t'ja që këtu lule? Grus. Për ditëlindja? Jo, se diçka u qunë mëngjes unik e mirë, thash t'ja qëj do lule një andres dite. Po. Nëse s'kishin me egzistu lulet, Po. edhe nusja qohët mëngjesi jo mirë, Po. çfarë do i dhuroje për ta bë disponimin e saj komplet? O, krejt jetën tem. Qaja. Po, për shembull, do të voja me qenë lakt, se si terët shumë me Ja, hupshin. si tere hup, e vërtet. Qashtë, kështu që... E banë bojë si t'lakt. Po, qashtë. Po me shka e han? Me goj. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Mentori. Mentor. Unë kam sot një pyetje shumë interesante, edhe bashkë po lidhet me ty. Hajde. Sa i adhuroni lulet? Kur jena në pranverë dhe gjithë lulet daljen edhe kanë aromën shumë të mirë. Krejt natyrën në adhuroj. Edhe nësë është dhe lulet, po edhe drunin, edhe gjelbrimin, edhe barin, edhe krejt. Kuna t'ja që këtu lule? Grus. Për ditëlindja? Jo, se diçka u qunë mëngjes unik e mirë, thash t'ja qëj do lule një andres dite. Po. Po. A kështë nuk e qënë të mje ku këtë smut, vish lullet shnoshë. Jo, s'është smu, nuk është smu, po s'është uni mirë, diçka, jo, po më do këtë vitamin D s'ka sa, do të thash të vitamin F. A lë, lule. Të vitamin... Lë, lule. Gjelbrimi. Gjelbrimi, okej, edhe qata. Do më thonë ti i do lullet, banë dhurata shpesh? Pa i tentoj me qenë vetë dhurat për njerës, po edhe boj dhurata. Kur kam mirësh? Mirëna me jetë. Me jetë? Po. Qëfar kuptimi ka jeta nëse si shkan jeta? Jeta s'ka kuptim, na ja bojmë kuptimin. Jeta është dhish me qenë gjallë. A e paramendon jetën pa lule? Jetën pa lule, më do këtë jeta është lule, një farë mënyre, se si lulja që shqel, edhe na qelim me jetë. Nëse s'kishin me egzistu lulet, Po. edhe nusja qohët mëngjesi jo mirë, çfarë do i dhuroje për ta bë disponimin e saj komplet? O, krejt jetën tem. Qaja. Po, krejt jetën. Po, edhe me lule e dhuron jetën. Po, edhe me lule. Po, kjo një shaj kujdesi, po... Po, nëse shka i kishe dhuru, nëse ish dasht mi dhuru diçka, po lulet s'ekzistojnë. I kanë hangër ljo. Po, ndështa, edhe në ka qef ushqim, unë e gatuj, kom qef me gatu në herë për ta. Cili është ushqimi jëtë i preferum që e banë ma me zemër? Ma me zemër. Unë e qona shumë herët edhe bëj mëngjezin për neve. Kështu që unë e mëngjezin e kom specialitet. Qa pregadit zakonisht për mëngjes? Që sot mëngjes, kom bo vo, ama vot nuk i bëj qysha vish mi qita të i bëj... Ja, s'ma kosh vot vish me thije me lëka qita, po ja s'ka lezet ashtë. Doktor shkence jam i vos. E qyshe banë voën? Po për shembull do të voja me qenë lakt, se si terët shumë me hupshin. Ja, si tere hup, e vërtet. Qashtë, kështu që... E banë bojë si t'lakt. Po, qashtë. Po me shka e han? Me goj. Me goj. Dryshe problem. Me goj po? Me luk po? Me qka? E han vodiq voje, a i qetë edhe naj... E qes një co buk. Edhe bukën e blej në artizan, nësë di, adin kur është artizan. Dina që se dina! Që aty bukën matë mirë, edhe që aty e qes vonë, ndështë a i qes edhe do perime, i pjek i bashkë. Që ta deshta më thonë, në më thonë i qetë bashkë? Po, sot mëngjes ka pas speca, edhe i kom pjek pak specat, speca djekës a pa djekë? Pa djekës. Gjelbert apo të koqë? Gjelbert. E paske, pa djekë, a? Pa djek. Shka e paske, po më do ka që lakmija, po a i ke që edhe naj melmes, naj sen atë. Po gjësysh. Po më do ka të aroma e asoj, shtatë zonë më konë kësha abër të po thua? Wallahi, po të që gjysh, vish ka pëthu, po ma shti lakmija në lema me hangër. Ane, hajde. Kur ki më na pregadit neve Kosova Infos diçka një dit, edhe më na thirë, ose më të pate pregadit, ose më na thirë me hangër. Kur Kosova Info është gati, na gati. Na gati? Po, gjithë gati. Gjithë gati. Ta zemrën, krujt zoti, e kalosh një ditë mbara, mos e harro që shprehjen e lulev, sepse vërtet zonja tona, tjetës son, qoft nusja, qoft nana, kanë nevoj për lule, sepse ato janë lule vetë. Ndështë për shikus, kujna do është mi ble lule, mja kujtu pak, që sot, kër e shojnë qëtë video,
Na i kujt janë drejt ditën, janë drejt ditën. Do me thonë gruja. A dhe mundët me qenë nana, tezja, shoqja, kolegja, kush do. Ja, i ke me thonë të E jo të dashur miq, rreni me neve, sepse vërtet lulet janë femrat, e jo duhet t'i vaditni atë lule për ta mos ta humbur aromën e tyre, sepse nuk duhet vetëm për 8 mars dhe 7 mars dhurojnë lule, ose për ditëlindje. Një lule e ndresh disponimin e një gruaje. Kështu që dhuroni sa më shumë buzëqeshje edhe gjana të mira, sepse Kosova Info ju informon për çdo gjë.